Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së martë, 11 mars 2025, si gjithmonë në Fake Off. Unë në udhëheqjen e këtij programi shoqërohem nga aktori i minjor i këngës dhe valles popullore kolonjare Jeffrey Nelson, amerikan i vogël. Thank you so much. Thank you for coming. Si do të përdara? Realisht edhe në ditët e tjera e kemi thënë që sapo vjen edhe batica politike po shtohet. Unë thashtë se zgjatet dita, zvogëlohet nata. Po jo. Në 23 Dhe më vjen keq Edi Rama të them. Fshihu. Fshihu sepse ky tmerr që të ka kapur Edi Rama more fund. Po nuk e ka kapur, i thash unë bej siguri. Po e tha doktori Urbullalla. Më doktori i thash. Që gjove ti? Po e mirë. Edi Rama more fund. Po mundi mos qesh kot. Ja, dëgjoj vetë doktorin. Ky koalicion, Shikoj. kjo aleancë Urdhra. me forcat politike që zbashku përfaqësojnë minimumi 26% të elektoratit shqiptar, po herëherë edhe 30, është një garanci madhore e shpëtimit të Shqipërisë me 11 maj dhe hapjes së epokës apo kohës së Shqipërisë madhështore. Edi Rama ka bërë përpjekje të dënueshme, të jashtëzakonshme për të sabotuar këtë koalicion që e tmerron. Por ky koalicion sot është realitet dhe mund të quhet me sinonim tjetër koalicioni i fitores. Edi, të thosha, merë masat. Dhe më thonë, ky është koalicioni i dhamështores. Kujto? Dhamështores. Si dhamështore? I Shqipërisë dhamështore. Madhështore. Ma mirë, avashtë njëri. Të entusiazmi më rëbeu që të them Shqipëria do bëhet dhamështore. Më tingëllon shumë si qumështore se sa madhështore. Është me shtore në fund. Shtore. 62 shqiore. Po në 12 maj, doktori, ashtu, kryeministër. Si më? 12 maj. Po jo. Po qa? Do thot fituam shpërndauni. Atyre. Kjo është e para fundit. Kështu do jeto. Po kështu. Është e para fundit, po është afër fitore. Afër fitore. Po këta... E kemi prekur biles fitore. E kemi prekur fitore, po këta aleatët? Për shpira. Në shpira. Në sjarojnë dhe këta pjesën e tyre. Po se e dëgjova që ai Jenisheri kështë thënë që duroni edhe 20 vjetë pensionista. Dhe më thënë, 80 vjetë që larë. Që të kapin atë? Të kapin... Pensionin e parë? $2,000. Mara veshve. Po pastaj, pse ja këshim prerë Ramës? Qaj? Ti je këtu ti, apo s'po të kuptoj fare? Po si jam, unë jam me atë, mos jem këtu me ty urdhës. Qarë i kanë prerë? Ramës ja kanë prerë. Ja kanë prerë Ramës buletën. Për biletë. Po mira më unë kështu do ta shue. Po lot Miami. Kështu formon intrigë, Gjefri. E duke patur kështu intrigë, thot ai çaj kanë prerë. Po thoj, bilet treni. Ky, bilet e ti. Bilet të treni, thash. Bilet treni, Bilet avi. Ja, dëgjoj çfarë bilet e ka prerë. Zoti Berisha, kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar sot la të kuptohet që mund edhe mos të jetë në listën e kandidatëve për deputet. Do jetë apo s'do jetë në listën e kandidatëve, atë e përcakton ai. Po se ku do jetë pas 11 majit, atë e përcaktojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët ja kanë prerë biletën atij. Ja kanë prerë biletën. Të kuptohet. Edi Rama po lufton për mbjetesë pas 11 majit. Ka që fuqishëm ky doktori e Urana. Ndeshje bukur o goni të... Ku? Qa? Për qa? Po lot Miami me 76, me Philadelphia në vërë, bilet basketbol. Miami, se jerë më thua Miami, jerë më thua Miami. Shërënësi, dialektikore, është ndeshja me bukur e NBA. Qa thua, do përdajo ja ka për bilet në Edi Rama, veta shikoja. Qar bilet? Mira nga që ta ky bilet, dhe më qëka që më fletë shumë ati? Po jo, mos e ma, unë të sjarojti, jo. Po më sjaron me qëtësi me dashuri. Qa është kë... Ore, nuk më mburi kështu për 15.000 lek. Mirë. Edhe ishte përgjigjur udhëheqësi. Qarta? E ke para të që katët të qeshurën.
Se këtu nuk është çështja e PS-s ose e PD-s, PD-a. VL do me thënë, po këtu s'është çështja e PS-s ose e PD-s, këtu është çështja e Europës ose e kujtim gjuzit. Është shumë e fortë kjo, midis Bashkimit Evropian dhe kujtimit. Edhe unë kujtimin e njoh, edhe se rri dhe them ore çka ka madhështore në gjithë këtë. Vetëm një gjë madhështore ka, mustegjet e kujtim gjuzit. Po t'ja shohësh, janë madhështore. Dhe për këtej shakasin, është më shumë se gjithë vërtetës, tu bëhet fjalë për gjë shumë serioze. Bëhet fjalë për të futur Shqipërinë Bashkimin Evropian. Do më shpjegosh ti sepse ka që po ma bënde me sy kameramani, ma bën thot mua vëlle. Që tha Edi Rama, ky muhabet është vëlle. Çfarë do të thënë vëlle? Pas këta nuk e di. Po se di. Po ti do më të shmendësh mua. Po vari lesh to. Jo. Po pse më thot mua gjeni aty thot mua vlora. E ma bën me dorë kështu për vëlle. Vlora. Çfarë ti varrësh vlorës po? Jo vlorës, o jo. Vlora, vëlle do thot vlora. Është targa, po. Do më thënë që PD-ja në Vlorë do pësoj... Sepse realisht o ti që dhëmë në trupin tënë, por sa do që të flasë Edi Rama, atë përkufizim që i bën lideri im tashmë. Luli, Gjefri, të lutem, stop, speechless, mjafton, shut up. Mi ti thash këto? Mirë. Shko, hajde Luli, putja grusht. Bëj foto një redicencë fare të shkurtër. Po çfarë ishte kjo betejë këto 3 vite? Po çfarë e bëra betejën pas shpalljes non grata të Sali Berishës? Për të vazhduar, për ta mbajtur Partinë Demokratike dhe Demokratët në krah të Shteteve Bashkuara të Amerikës si çështje identitare për ne dhe si çështje themelore për shqiptarët. Po çfarë po lufton Sali Berisha sot? Po çfarë po e bën betejën? Përfshi dhe Kris Lasivita, që është një nga konsulentët më të shtrenjtë në botë. Po çfarë po e bën? Për vulat e Amerikës. Po çfarë ishte betejë 3 vjeçare e Lulzim Bashës dhe atyre që ndoshën? Për të mos humbur Amerikën si partner. Drejt. Dakor. Ka drejt do, është... Kënaqësi them që... Kënaqësi dhe për mua bukuroshe, unë gjithmonë vi me entuziazm të këty. Tani, shka të themi një, dhe jo tani. Do me lësht të flasë apo? A pra, e tani... Ju kuptova. Me isha nuk ka... Salihu, nuk ka fuqi. Vërtet mendoni ju se mundet të votojnë shqiptarët të dalin kryeministër një person që është non grata në Amerikë? Do më thënë që ti vjetë flaka Shqipërisë. Shi duhet non gratës kërja eri për interesin e ti, se nuk kupton dot nga drejtësia. Farë të fitoj Saliu, jeni në vetë asë jeni në vetë. A i mendon se mund të realizojnë një gjë, Saliu është në halë zotri, ja u them për së dyti. Është në akuzë, po u dënua ikën nga politika. Dhe është në akuzë me gjithë familjen, të dini. Edhe a i është në rrezik, edhe a i do bëj gjithë përpjekjet dalin nga rreziku, po jo të ne dëzëdojnë tani për një njeri të rrezikuar, çfarë po themën politikisht. Oka, are, Rama e ka qepur këtë punë? Kërkon 2/3 e votave? Këtë mendim keni dhe për Rama? Shko tani. Kam që kam, Ramu se a them. Nuk krasoj tani. Ata mund të bëjë, kanë për shumë kryeministra në Perëndim. Zotri, a i e ka të sigur që fiton zgjedhjet, këtu flitet do t'i fitoj ose jo zgjedhjet. Por Partia Demokratike nuk e mund do të pësën. Pse? Është Saliu. Ja u thashë një, Rama këto i ka lëvizje politike, që është para zgjedhjeve tallet, se di që si dalin sondazhet. Nuk e vini re që tallet me Saliun. Në pushtet janë socialistët. Përpara në sondazhe janë socialistët. Pushtetin e kanë socialistët. Policinë e kanë ata që kanë pushtetin në parlament. Parlamentin e drejtojnë socialistët. Çfarë do bëna? Jeni në vetë as jeni vetë? Do ketë grushteti? Do ikin burg të gjithë. Grushteti sot në Shqipëri, zotri. Ka mbrojtja ndërkombëtare e Shqipërisë.
Më dëgjove bukuroshe. Kënaqësi avokat. Ja, pa, të kuptosh sepse pse Rama nuk ka vënë kandidaturën në listat e mbyllura. Jo, e ka, të thash. E ka sigur fiton ai tall me nderen. I thot bufi kënetës edhe e ke parë në Instagram nxjerr buf. Është tjetër gjë. Në qoftë se dëgjoj ta themi. Në qoftë se Rama fiton përsëri. Edhe sipas zhvillimeve globale gjeopolitike, ta kam thënë një. Ma ke thënë. Ai mund bëhet monark. Edhe monarki ke njëri, pyeti njerëzit ta lafoson. S'ka. Ke të dërgojmë të pyet. Dërgo. Mondi. Po. Pas ka nisur sonin e. Nuk e di kush është soni, po kam respekt gjithsesi. Çfarë thon? Nëse Rama i fiton këtë zgjedhje, a jeni dakord që Shqipëria të shpallet monarki? Dhe Edi Rama monark. Shqipëria ka nevojë për monarki, sepse është e suksesshme monarkia, për shembull, në Angli që m'pëlqen mua. Edhe kështu që edhe në Shqipëri, le t'ja japim mundësinë edhe një herë. Ora e fundja një njeri do jetë atje mbret. Dhe ne duhet ta respektojmë. Interesi im se unë jam burri vjetër, a hyjëm këtë xhep. Musum duhet as Bashkimi Evropian, as NATO, as kjo që thoti. Unë du një qeveri që thot pensionistit unë dhe shtej për shembull 20%, 10%. Edhe vetëm ajo më intereson. Fut gjo këtu, një 5 lekë, po që ajo burri mirë për mua. Monarki s'është edhe Anglia, s'është monarkia. Edhe ka kryeministër. Monarkia është figurë. Nuk është, njësë si ka ngellë papa sot, figurë. Po pra, figurë, ha? Po mund tjetë Rama një figurë nesër? Një figurë honorifike, po, mund tjetë, po sigur që kishte kryer sa vepra më fisnike, kështu që mos t'i harrosh emri aq kollaj. Monarkia është gjëja më e korruptueshme në botë. Ashtu, ha? Ka fuqinë vetëm një person. Vetëm një person, vërtet është. Demokraci, domethënë, ke liri, po që po doli një person i mirë edhe një shans, domethënë, pavarësisht se është e korruptuar. Monarkia i bi që të ketë një Herkul, e kupton? A e shihni Ramën si Herkul juve? Jo, çfarë është Herkul? Nuk mund të bëhet për shkak nëse merr Rama mandatin e 4, nuk bëhet Herkuli i këtij vendi, machiste? Se besoj që marr. Nuk e merr, ha? Po Rama ka punuar shumë burri dhe ka punuar shumë. E meriton tani, ëh? Normal, aty ja kam votën, e aty do ja votën. Po çfarë ka për të fituar ai është palaço, ai do të qerohet në Shqipëri herë për gjithmonë. Tigi, ha? Jo tigi. Po pse çka ka bërë? Po lënë tani çka ka bëj, e di populli, ti e çuniri. Zotni, un kam 35 vjet që kam ikë në Shqipëri. Kam në rrugë 8 kryeministra, 6 president. Këtu ka 35 vjet, kanë ik Rama, ik pisi, hec pisi. Po çfarë them unë të tash? Ne u plagëm, unë vëtë 70 sa vjeçma, me këto qetësira, me këto halet. Ku do i gjesh pare ti? Shtohër spital, bërë shoperim, ku do i gjesh ti? Në thuj. Kështu që i keni marrë si shte, po pse ku kam botë shumë mërë burë? Në kryj qytet shqiptarë, vetëm me daull e kështu. Pse njerëzit janë pa punë, kam marrë si shte. Po ti këtë nise, mondin dëgjon ti dhe nisë sonina. Po shumë tha ka gjetur njerëz serioz. Ka sile la mondi atë në fund fare ky shtet ka mbaruar. Po mondi. Po ti më the ka marrë njerëz serioz në intervistë. Mondi ishte skandal kjo që transmetove. Po e kaloj për radhë se e tani. Diskuton ai thot kam 35 vjet emigrant. Po kush jashtë shtetit? Po 35 vjet shtetit çfarë do ti? Ri këtu do kishte. Do ta bësh si puna atij që i tha, "Ua, jam një emigrant, ky vend nuk bëhet, erdha ata, mundova për punë, nuk më japin punë, çfarë profesioni ke ti ta? Unë ta jam ta instruktor skish." Ku kërkovi puna ju? Në Tiranë. Edhe nuk më dhanë, tha, kështu, ky në vend nuk bëhet, kam thënë, kur ke ardhi, tha ai, dje. E kuptona? Instruktor patinazh që kishe kërkuar. Jo, patinazhi, instruktor patinazhi, dhe thash skishun, patinazhi. Ka këtu, ka? Po si s'ka, në Dardë, në Voskop. Për patina? Për skia, mo. Po them patinazh, o patinazh. Ka këtu patinazh? Ka, sa të po të bëni në kurs. Ka, qa thua? Nga si këtu me i kem. Po, Mondi, bëj publicitet. Qa vëndi? Ne po flasim tani për fushatën, për gjëra, si qysh, tek, e majta, e djata, opozita. Të del tani. Qërë del? Zoti kryeministër, të dalë është do me thënë,
të tregosh si për arritje që Parlamenti Evropian hap sallon bukurie në Tiranë. Çfarë salon? Parlamenti Evropian ka hapur sallon. Zyro direkt për bukurira. Po mondim ta mos ashtu. Mondi. Ti e di mondi në lajthit. Po çfarë është kjo zyra? Për viza. Po pse do venden atje për të marrë viza? E marrin këtu dhe nisen direkt. Çfarë thua mondi? Zyra parlamentare s'ka lidhje me vizat, thotë. Po se dinim ne. Po ti e the kështu në mënyrë provokative. Po si e ka thënë një herë para në një punë Sorosi është kjo. Parlamenti Evropian ka vendosur dhe mbrëm ka bërë publik vendimin për të hapur zyrën e tij në Shqipëri. Pra është në krenarin dhe në kënaqësinë tonë të madhe që të bëhemi edhe vend mikpritës i zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, e cila do të shërbej si një pikë kyçe kontakti mes Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve lokal në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Si ju duket kjo? Ç'a ndodh kështu? Parlamenti Evropian që vendos të hapë zyrën e tij në një narkoshtet, si ka mundësi Sorosi, i fshehur mbas Roberta Metsolës dhe Parlamentit Evropian që vazhdon vepron si diversant. Gjefri, po, është narkoshtet Shqipëria? Që është më? Narkoshtet. Që është kjo nga gjithë e narkoshtet? Doktori atëri ka narkoshtet, narkoparlament, narkotrafikant, narko... Janë mbi emra këto. Janë mbi emra këto, dhe vesi do duash. Narkoplazh. Narkoturizm. Si e plotsove këtë ti çuditshëm. Se haron më kryesore. Po sepse realisht, Gjefri, që më thoshe ti mua, po vajte në mulli do t'i bërsh duart me miell. Që më theti mua. Po si, të dashkarkojnë dhe tjerë, thesi? Po, do më thënë e kam fjallin që... Që ja bën njërë. Ose kështu. Po, e kam fjallin që dalin kështu kaq nga këta... Këte nga pësëja, që hanë fiqe rushe kështu. Nuk ka faj. Pëse dirama se është, po pe fiqe dhe rush do zjazë është dorën. Normal, e provoni. Edhe del pra ku pa rush, i kësari dhe do të ta që nuk është i pikur. Ta shi pa berë. Ta shi pa berë. Të berë anë? Justifikimin e kështë e legjitim këto. Nuk ka një vend në botë që të fituar imunitet të plot ndaj tundimeve të X-it dhe të Y-it për të futur dorën aty ku s'duhet. Por ama, shpata, hendushkimi, peshorja në duar të drejtësisë dhe panësia e drejtësisë janë garantët. Kështu që kryeministri, qeveria, partia në pushtet nuk jep llogari pse njëri, tjetri apo tjetri vajtën dhe futën duart aty ku s'duhej dhe prekën pasurinë e përbashkët, por përgjigjet për mënyrën si reagon, për mënyrën se si bashkëton në një situatë tillë. Dhe ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Ne jemi në krahun e drejtësisë, nuk bëjmë avokatinë askujt. Natyrisht që kemi filluar një proces të ri ku do t'i japim opinionin tonë në të lartë për cilësinë e drejtësisë. Që ajo shpata të mos kthehet në një forcë dëshkimore abuzive, që ajo peshorja në dorën tjetër të zonjës drejtësisë të funksionojë. Mira, Edi Rama, po. Ata që ke zgjedhur për të vazhduar garën, me që është me kuaj, o si... Petro Koqin, qërë? Miku, da dërejqë. Jo. Nuk tha ky që kush është më shumë se një mandat, do dalin listat e hapura. Po, edhe kur do popullë. Dhe kush nuk do t'japi dorëheqje. Nuk jam i hatërmbetur me askënd. Problemi është që di shumë mirë që detit nuk i hyet në këmbë. Kjo lloj gare kërkon paka shumë njerëz që janë me natyrë agresive, që ndofta duhet të kenë një, po themi, aset financiar për ta përballuar e kështu me radhë. Por në kuptimin e ndarjes detyrave duhet një përcaktim më i qartë. Unë nuk jam shoqërues misi, po në qoftë se partia më thot bëj një shoqërues misi, unë e bëj shumë mirë. E kuptona, pa si ka dhënë detyrë partia fare. Si ka dhënë atë? Po pra tha, në qoftë se partia më thot shoqërues misi, tim. E shkon ti me një mis o Gjefri. Që të ke gjam? Ajo mis, unë mis busqeshja. Edhe ti mis busqeshja? Po çaj bën një misi ti që ta shoqërosh? Po duhet të zesh, janë dy vendet të tjera, pse o vend të parojqë?
Ore, unë po të pjesë shkoqërore. Ti do shoqërosh një mis. Qa i bën misi ti? Qarë do misi? Misra. Ja gje. Ja gje, në? Kalamboj. Gjergjan. Jo. Sa të mirë. Të loq bilardo ti me misin? Los, zho loj los. Kam qefti me shumë. Po kam qetas? Jo, lojra me dorë. Tavëll apo domino? Jo. Të kapa. Të kapa. Hapa, dollapa. Faktikisht, të themi të drejtën, unë nuk kam shumë ashtu qasje pozitive ndaj Edi Ramës. Se udhëheqësi duhet të ketë sa cilësi o Gjefri. Nuk mund jetë, po qa ka Edi Rama tani për të vlerësuar, i ke parqet gjithë i rinë sus. Udhëheqës që është... Karizmatik, thote? Po le karizmatik, orë njeri me vlera i respektuar. Ore, e ke para Lul Bashën ti? Jo. Jo, thjesht se unë e kam kryetari në partisë time. Nuk është njeri, e di që është sekreti një buri suksesshëm? E di apo jo? Po se ti e ti fort. Jo. Qa? është e thënë ajo, se pas një buri suksesshëm, është një grua e fort. Që thonë qafa është, grua është qafa, buri është koka. Po, edhe që të dhe, dëgjoj. Hajde Luli, tregoja që këti. Ajo thënja e famshme pas çdo burri, pastaj e zgjedhin vetë biemrin të fortë, suksesshëm, të lumtur, qëndron një grua, të paktë një grua. Të gjithë ne, burra dhe gra. Se mund të ketë shumë gra. Djem dhe vajza, në fakt jemi produkt i grave. I nënave tona. Sigurisht jemi një produkt që skarcojmë shpejt pa gratë tona. Për vjerën, si është ajo që të kapin duke ngrënë bukë, apo i kap tjerë duke ngrënë bukë? Kjo e dyta është më duke dhe? Të kapin apo i kap tjerë të vjetjen? është e vërtet, se e shkamerën more. Dhe e dua shumë. Një nga sekretet që më pyesin gjithmonë për këto gjëra që mu më duken vanitoze, si e kaq i qetë, pse e kaq kështu, xhelozët duhet ta dinë që ka të bëjë me gratë në jetën time. Shkruaj këtë Mondi. Shkaku janë gratë. Edhe ti, domethënë duhet të kesh që t'jesh se nuk të shikoj të lumtur. Duhet të shtosh numrin e grave. Një? Se e tha, gratë, jo, minimalisht një grua. Një, kesh 2-3. 2-3. Mondi. Edhe 4, po ti në 3 shi. Hajtë, Mondi, kemi këshu këto, sepse këtu ndërtohet personaliteti dhe karakteri një lideri. Një lideri cili udhëheq Shqipërinë, mund të udhëheqë dhe botën nesër. E kupton apo jo? Se çdo thot njeri me karakter. Sa bukur që ka përkufizuar Luli, më kërnaq i shpirti në Gjefri. Çfarë do të thënë? Çfarë ti burr me karakter? Ja, dëgjoj. Kishte 2 mënyra. Të ulja kokën mes gjunjëve për të puthur karrikën time, dhe t'i merja demokratët një qorë soka, apo të mbaja qëndrime parimore me kostot madhe në dukje për interesa personale, por rruga vetme për të ruajtur vlerat dhe parimet me cilat kam hyrë dhe me cilat duhet qëndroj për sa kohë që qëndroj në shërbim për qytetarëve shqiptarë. Dhe ky është bilanci që bën çdo njeri që i takon atyre që njerëzit i thonë tani Euroatlantik apo demokratët Euroatlantik. Kush ka pasur prioritet të ul kokën mes këmbëve për të puthur karrikën e vet, atje ka shkuar. Të tjerët kanë qëndruar me sakrificë të madhe, me kosto të madhe, sepse në politik nuk jemi futur për karrike, jemi futur sepse besojmë se Shqipëria, kemi besuar prej fillimit se Shqipëria meritonte më shumë, dhe besojmë edhe sot se Shqipëria meriton më shumë dhe duhet ketë më shumë. Ama do të këtë mos më ashtu tani. Çfarë të pëlqeu apo? Më pëlqeu shumë, mos ke ndonjë program se kam programin unë kam. Po lexon Mondi ndërkohë. Mondi, mbaroje dhe do ja për Gjefrit. Unë pasaj pasoj tjetër. E kapi atë si dhe. Si jam nga ata që ul kokën mes gjunjëve për të kafshuar karrigen. Sa bukur. Se kafshon dot. Është ushtrim i vështirë ajo. Është ushtrim i vështirë. Ti deri ku arrin me kafshim? Deri në ruazë 7, për shumë. Sa ri do të? Se ti ku vet? Uno, deri te tavolina. Pa mal.
pse do të ullë kokën me zgjunjve, se këtu është gjithë vlerësimi. Po se është distanca me shkurë të rogonin. Mondi edhe këtë materiali që ke futur tani, që ta quaj provokim, po t'jo, pilin si ngelet të vlerësoj lulina. Mos u bëjnë sikur je ignorant, tash se më bëjnë që të zhversoj komplet. Më mërziti shumë. Të qartë thapë. Po të Pilici ka folur nga këto të vetat që këput. Kutan? Shikoj dhe. Po për lullin. Këtu është mbytur lullëzimi dhe thot ne ja kemi dhënë qëllimisht Berishës hem atë emrin, hem vullën, që të shkojnë me gjithë vullën. Ajo përdeja mbaroi. Luli deklaron këtu, Lullëzim Basha, deklaron se unë e kam me Amerikën. Unë jam me Amerika zotnin. Luli si pyet kush. Absolutisht asë njëri. Ambasada pse është në ishte? Sepse ambasada e mbaroi punën. Shumë shpejt do vi ambasadori. Deri tani ka qenë kos. Ore tani, Amerika është ky këtu apo jetë tjilë? Ase ti thua jam Amerika unë këtu. Ky thot jam Amerika unë, kush është Amerika këtu? Po bashkë e me qarë. Se do të na përqarëshe si Amerikë, pitash? Bashkë me këtë e tjera. Prandaj nuk punon ambasada këtu në Tirana. Po që dojë ambasada? Qa thua? Vizat, kemi len një qep viza. Po, e di, partove, fjallë pa. Mondi, ti vlen, sepse Amerika aty të vlerësone. Vlerësone, Mondi? Bravo, mu. Be. Të ndeshjet në dark, utja të birrit, në atje, Vudi Haja. Me zipretë vje Marta. Liverpooli me Paris Saint-Germain. Me Bayern, mo. Ore, Bayern është brenda shpisë me Leverkusen. Unë them... Paris Aspirina, po. Në regullë, vazhdo. Paris Aspirina, thot ky. Ore, Liverpooli me Paris Saint-Germain, po tema. Baj, po publicitet se më hejti. As ekipet, Tani ti, si studios i vjetër shkencor që je, duat më zbërtesh mua thënje në Sajmi Koreshit. Qarta që është djalë me humor, shumë elegant, dhe realisht një zë i bukur opozitar, sepse edhe atë që ka mënyrën e vetë për reagim, e thot në mënyrë humoristike. Njerëz se ti na duhen dhe. Fol. Unë nuk e zbërtej do të shpreh. Thuaj e Sajmir. Do dërgoj selam nga Lushnja, e cila ka kaq ditë që vjen era Bërsiu Liri. Më falo kryetare se do të shtur pak fjalorin, pa vjen si era e Pordhës Plevitosë. Kur ju nuk keni respekt për lushnjarët, fjala ime në parlament do të shthure, pa vjen si era e Pordhës Plevitosë. Qa është Pordha e Plevitosë? E po pos dias të agori, mos më lodhe mua. Po më ejte me këtë pos dias këtë. Qa është Pordha e Plevitosë? Të vjen të zemë për të pjerdhur? Pa. Ti me ndo se ke Pordhën të apam. E më dhe do të buqasë. Kur ajo pa pritu e për pshhh. Do më thënë, diku. Po qëkerë? Ma thua edhe njërë si ishtë interpretim, do ta bëjt fort me zë. Edhe? Mate është ti. Ti në... U mata. E lëshon. Ti pretje të djosh një krismë. Po krismë. Po. Ajo të traton e bën pshhh. Do më thënë, diku e shkëtorë. Po kjo është Pordha e Plevitosë, është njëra anë, tjetra është e aromës. Pordha e fort, ecën me këmbë dhe veta, si të tuash. Dhe tani dashurnik, ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për sot. Ju bëuni gati avash avash, pas disa minutash, do të fillojnë ndeshjet e Champions League-s, shihoni vetëm në platformën Tring. Pra, kjo është një buzëqeshje e bukur për mbrëmje. Ke ndonjë parashikim ti sa del Liverpooli me Paris Saint-Germain? Gol. Bayern Leverkusen, Bayern München. Kualifikohet Leverkusen. Bravo. Është gjaka atje, gjaka. Dashur miq, mbrëmje të bukur paçi. Nga unë Jeffrey. Hajde, natë mirë.